Festa e Kurban Bajrami në Vlorë, si një ditë pushimi dhe fundjava me motë të mirë dhe me diell, ka bërë që në rrugët e qytetit të kthehet trafiku i rënduar, duke të dhënë mesazhin e parë simbolik se jemi në sezon veror dhe mes trafikut do të qëndrojmë gjatë. Me qindra automjete kanë hyrë në Vlorë në çdo orar të ditës për të qëndruar në qytet apo për të shkuar drejt jugut, teksa si një ditë pushimi, Kurban Bajrami ka nxjerrë në qarkullim edhe qytetarët e Vlorës, dikush për punë personale dhe shumë të tjerë për shëtitje, në Bregdet, për kafe dhe pse jo për ndonjë drek, të cilët sigurisht të gjithë lëvizin masivisht me automjete, duke shtuar përqendrimin e tyre në rrugët e Vlorës dhe duke sjellë më tepër trafik të rënduar. Segmentet rrugore me qarkullim të rënduar kanë qenë ato të cilat të çojnë drejt Bregdetit, duke filluar prej hyrjes së qytetit të Vlorës, e cila prej orëve të mëngjesit të kësaj të premteje ka qenë e pushtuar nga automjetet. Më pas, trafiku i makinave vazhdon edhe në aksin transballkanike, si një prej rrugëve më të frekuentuara të Vlorës, por në këtë segment rrugor, qarkullimi rëndohet edhe më tepër për shkak edhe të punimeve të rrugës, të cilat nuk kanë të ndalur. Po me trafik të rënduar, janë edhe segmentet rrugore që lidhin transballkaniken me bulevardin e Vlorës, ku veçanërisht në rrugën Kosova, si një aks që çon në shëndetore e Vlorës, qarkullimi i automjeteve edhe për shkak të parkimeve në kundërshtim me kodin rrugor vazhdon më tej i rënduar. Radhë të gjata kilometrike të automjeteve edhe në lungomare, si pjesa e Bregdetit me frekuentuar, ku të gjithë shkojnë për të kaluar kohën e lirë, por edhe për aktivitete të ndryshme fizike apo plazh. Trafiku i rënduar i automjeteve konstatohet edhe në rrugët të cilat nuk janë në brendësi të qytetit, por që sigurisht përgjatë rivjerës së Vlorës, në segmenti rrugor Vlorë Radhim Orikum, vargu i automjeteve ka vazhduar në shumë orare të ditës, duke u rënduar më shumë në pjesët ku bllokohet edhe qarkullimi nga punimet e lungomare 3. Qarkullim të rënduar të makinave ka patur edhe në segmentet të tjera, të cilat të çojnë në jug të vendit, veçanërisht pas kalimit të tunelit të Llogoras, ku akset rrugore ngushtohen në gjerësi së tepërmi, duke u kthyer në problem dhe sigurisht pengesë për qarkullimin rrugor.